kisha fjalën për procedurë. Tani, të dashur qytetarë dhe qytetare, unë fola për të keqen banale për këta që janë këtu, kurse ai që është mbrapa në suitën e tij, ata janë e keqja radikale. Dhe keqja radikale është ligësia më e madhe njerëzore. Sepse ata, pra, se ka dhe të keqe banale dhe të keqe radikale. E dini ju këtë, në doktrinë. Dhe këta të keqes radikale, këta janë njerëzit më të pashpirt që majmen çdo ditë duke vjedhur të varfrit, duke vjedhur qytetarët, duke vjedhur shqiptarët. Këta të keqes baljak, këta të gjithë janë, e keqja radikale. Këta janë hajdut të pashoq. Po ju që i mbroni këta, edhe nuk ja u tregoni vendin, ju i në keqja banale. Ndaj dhe nuk ka kuptim se unë mund të flisja këtu për Escobarin e Ballkanit dhe të Europës Ramaduron. Mund të flisja këtu për çfarë s'mund të flisja për drogën dhe narkoshtetin. Por e keqja, ajo që bëni ju këtij vendi është e tmerrshme, nuk ka të ndalur. Po si më bëj ushtar, shërptor të Lubi Ballukut, po çfarë digniteti keni ju që i bëni këta akta më apo jo? Si mund të bllokoni ju imunitetin? Çfarë u thoni ju qytetarëve? Çfarë u thoni ju familjarëve tuaj se ne do mbrojmë vjedhsen hajdutën Lubi Balluku dhe Edi Ramën? Po cili nga familjarët tuaj, cili nga njerëzit tuaj, cili nga miqtë tuaj, shokët tuaj, do të miraton të këtë akt? Pa është kapur tani. Ju mbroni Ramën, po Rama do u marrë me vete ju garantoj. Ju garantoj, kaq. Zoti Balla, keni kërkuar fjalën për procedurë?